Shpërthem vulkani Fuego në Guatemala evakuohen qindra persona. Një shpërthim i frikshëm i vulkanit Fuego në Guatemalën qendrore ka detyruar mbi 700 banorë që të braktisin shtëpitë e tyre, njoftoi Agjencia Kombëtare e Emergjencave CONRED. Vulkani që ndodhet rreth 18 kilometra nga qyteti i Antiguas po nxjerr re hiri deri në 4.8 kilometra në lartësi, ndërsa një rrjedh llave është grumbulluar rreth kraterit sipas shërbimit sismologjik të Guatemalës. Një raport publikuar pas mesnatës së të premtes raportoi se rrjedhja e lavës shtrihej rreth 1.2 kilometra dhe paraqet rrezik për shqitje të mëtejshme materiale që mund të çojnë në rrjedha piroklasike të rrezikshme. Nga shpërthimi i vulkanit u krijua një rrethymi e cila u ngrit mbi 2 metra dhe u krijua rehiri që u përhap drejt shpatit jugor të vulkanit. Në pamje shihet tymi që ngrihet dhe banorët e zonës që evakuohen nga zona me automjetet e tyre.